psikoanalizë po bën tash. Jo, s'po bëj psikoanalizë, vetëm për lërsej. Çka po thu? Vetë çka po thu për të lërsej. Jo çka s'po thu, as çka po bëj. Çka po thu? Sensin e humorit. Na shpa menon më mirë. Ty duket ama çka thu s'thusan. Ty ai shka tash kjo fjala është vërtet absolute. Mundesh me ignoru kapak, a ditë me unë ty jam çesharak, jam humorist, jam analist. Unë po ta analizoj vetë çka ajo te kushtrim. Shqyri analizat e tua, edhe shkumbin çyre çasin tonë. Jo ti për çasin tonë. Unë ty më të duk hiç çesharak, krejt për ti për çasin tonë volëm. Mu aq më bën kushtrim çish dok na ty. Mo m'pëlqy ti. A mos më pëlqy ty, a më të dokun e fani, ajo fani. Ai më shumë apo dall. Flej dall për atë punë rira. Fol ti ndash më shumë, ndash pa lidhje. Nuk ta fendova, çfarë më thove këtë drejt ty më të dokun. E çkan çose s'dok na fani? Apo po kemi shkan ndryshon ajo. Çka fiton ti me atë? Jo, po do të shkojmë në perspektivë se fiton ti. Shkombin dhe unë e hiç kur pa fitimi. Jo, ti fiton. Ti fiton se kupton. Çfarë do të thotë? Siguri, është me numër Ka ndonjë relevancë. Jo, pjesa e relevancë. A dim se ka relevancë. Se jo njerëz si blerimi, edhe plot njerëz tjerë që kontaminojnë skenën politike. A dim se kontaminojnë. Se nëse LDK-ja i shkon Albin Kurtit në takim, po dhe me këta po bëj, kanë duhet me bëj. Qeverisë do të më ofrojë zgjidhje. Ndërkohë që nëse ata thonë ju, këta njerëz që kanë mashtruar me vota diasporës ato me post, këta njerëz janë që kanë bërë koalicion me këta janë njerëz që ky standard është edhe i poshtër, jo vetë cinik, është i poshtër. Po dhe po. Edhe unë për qita po thëmë që edhe këtë cinizëm, po edhe tendenca u shfosh fani. Edhe në Gjermani ndodh, shtash partnerat që e bënë koalicionin, fushos zgjedhore në mytë të shon njëri tjetrin. Prap kanë me shohë në ku shkojnë zgjedhje. Jo, për bashkë nësë po folim për zgjedhje. E shka tha LDK-ja që shkojnë, shka tha zgjedhimi për mendje. Jo, dhe ka ju me tha shumë mirë se LDK-ja ka po shkojnë, do të më shkun të akem dhe me ka den. Po du të më shkun të akem a do të më shku, as do të më shku, është çështje tjetër. Unë po merrna me ata që nëse ata thonë po shkojnë, ta ku kanë mirë, nëse nuk shkojnë ku kanë këqij. Ktu s'kam shka të bëj. Çfarë, nëse vjen, tu skip shtet. Nëse vjen, ashtu. Nëse shkojnë të mirë, nëse shkojnë të këqij, bash ashtu. Nëse duket ty është ashtu, për mendimin tim LDK është njëjtë si shkoi si nuk i shkoi Albin Kurti. Mirë, bëni punë të keq që i keq, çka lidhë. Nëse LDK-ja i shkon, nëse nuk i shkon Albin Kurti, se bën më mirë se mos keq. Nëse i shkon, nëse si shkon. Se nëse si shkon në takim po flas jo për të bashkëpunuar. Nëse si shkon takim, ti mund të mendosh që ai ka ndonjë frikë, ka ndonjë problem, ka diçka. Nëse i shkon takim dhe ja thun sy ti që unë s'du me ty, edhe këto janë pozicionet e mia, është pak më ndryshe. Se ti e çka u zgjidh, kur u takua, membri Krasniqi me Albin Kurti, integritetin dhe dinjitetin. Çka u zgjidh situatën politike. Çfarë edhe dinjitetin dhe integritetin politik të personit. Shkon ty pas bona me ty. I bie kështu. E jo me shu asmish as peshk përgjigje. Pa të keqë, ai ka të drejtë ta bëj atë. Pavarësisht se letra as djath për sa do të më pranu që Albin Kurti ka lutë LDK-n që na 3-4 herë me radhë. Përkohë që ata kanë thonë tri ftesa. Pse më shku zotëri, as po do më shku me taku. Nuk po don, pi thot publikisht mua as më shumë ftesë, nuk po du me bashkëpunu. Qendrimi thotë janë konsistente të palëvizshme që ne nuk duam bashkë qeverisje me VV-n. E kam provu zotnit. E kam provu. Albin Kurti ma shumë ka punu, qysh me shkatru LDK-n që e ka partner, se sa qysh me qeveris bashkë me të. E kam kuptu, këtë qështje, e kam kuptu. Shka kam bo, këta ka punu me fortunë LDK. Më s'ka punu ata, kjo i ka këtu, ma më kjo ka njësë në kosh. Njëri është i vetëdijshëm që LDK në rrezikan VV. Rregull, okej, unë me konë edhe ai argument si është. Po na për shumë që kush u dëmtu. Okej, po çka është problematike? Çka është problem thash me krenar, thash që nuk mundet të vendosja me shkatru me dëmtu politikisht LDK-n, sa ka dëmtu politikisht LDK-ja vetën me veprimet e veta gjatë ekzistencës së saj politike. Atë me dosh mundet. Që se kena për dëmtim për elektoral, në aspektin elektoral, po, ajo ka ndodhur. Okej, pse s'po bëhet gash, në fakt Zeqiri, pse s'po bëhet qeveria opozitës, opozitës e deri djeshme, kush po e pengon këtë? Këtë tash po e pengon LDK-ja pra. Pse mos e bëj? LDK-ja nuk po jep sinjale që është e gatshme me gjetë një konsenzus opozitor, po i them opozitor partive. Ai pengon, ai prish puna, do pson në elektorat apo pse?
Po ajo, unë nuk e dia pranon Lumirit, edhe nëse e thojnë opozita, hajde se po të bëjmë kryeministër.